dënimi me vdekje është i detyrueshëm për shqiptar që janë të pa marrur vesh. Po, pastaj e ke ligjin dhe automatikisht vrave, u vërtetu që e vrave, dhe ka ecë, nuk ka dyshime atë. Ligji merret ligjin fuqi. Nuk ka se ti vrave dhe unë po dalej lirë. Pra, ligji do t'i parashikojnë këto, dhe i ka të parashikume. Nuk ka nevojë me i dhanë 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, sepse është muhabet që eliminohen nëpërmjet mënyrave vetë për shembull. Kemi shumë dënime të përvrasje. Dënohet pra 25 vjet, ban 16, nga 16 sarrin me i bë as 10 edhe del për jashtë. Pra gjitha këto menime që i bëjnë në llogarinë e trunit, i bëjnë që unë do marr hak, do ta vras dhe çfarë do bëj unë kaq do bëj 10 vite burg, 8 vite burg, ja kupton. Pra kanë bën një logjikë dhe ai qytetari, ai që don të vras, e ka bën në mendjen e tij, sepse ligji këtu kështu thot. Pra nuk ka dënim me vdekje dhe pastaj unë do të bëj atë që duhet të bëj në kuptimin e fjalës, pra duhet vras.